Mi mbrëma dhe mirë se vini në rëstorë. Me mua sonde në program janë Arseta Gjyli, mbrëma Arseta. Mbrëma. Plator Nisuri, mbrëma Plator. Orlan Lami, mbrëma Orlan. Dhe Orlan Beko. Beko me mbrëma. Beko, çfarë pret ndodhi nesër në këtë takim të paralajmëruar prej spaku 40 orësh të Ramës me lidershimin socialist, grupin parlamentar dhe kabinetin qevetar. Formalisht është quajtur raportimi i kabinetit përballë medias, të paktën me sa kemi marrë vesh deri tani do të jetë një fjalim i gjatë i Ramës, raportime pak minutësha të ministrave. Çka do të thotë që raportimi është formalitet, rëndësi ka çfarë do të thotë Rama, që është njëkohësisht kreu i ekzekutivit, por dhe kreu i legjislativit apo kryetari i shumicës. Çfarë do thotë Rama varet se si e ka lexuar Rama gjithkohën, gjithë këtë periudhë postzgjedhore, që nga momenti që u mbyllën zgjedhjet në 11 maj dhe deri në çastin e tanishëm, ku nuk ka ndodhur pak zhvillime. Le të themi shumë të forta, po të rëndësishme jo, sepse duket ka qenë një kontinuitet i gjithë atyre ngjarjeve që ishin paralajmëruar dhe para zgjedhjeve që priteshin ndodhin. Aktori kryesor natyrisht ka qenë spaku, duke me gjithë këtë debatin e madh që është hapur dhe natyrisht kjo konfirmon duam s'duam dhe ata më skeptikët duhet ta pranojnë, jemi konfirmon demokracinë, se në momentin kur ka përplasje pushtetesh për territore apo për XY çështje, natyrisht funksionon në tërësi funksionon demokracia. Pastaj secili nga pushtetet mund të marrë dhe të japi atë që i takon ose edhe më shumë nëse ecën, nëse i shkon. Rama është gjendur përballë një opozite natyrisht agresive, e cila e tillë ishte edhe përpara zgjedhjeve. Nga njëra nga ana tjetër është gjendur edhe para presionit të ndërkombëtarëve, të cilët vazhdimisht, si dhe më parë, këshillojnë që larg duar nga drejtësia dhe drejtësia duhet mbështetur. Këto Ramës janë thënë si në takime bilaterale ku ka pasur me eksponentë sidomos të Bashkimit Evropian, ashtu edhe mesazhet që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët të dërguarit e tyre këtu janë takuar me eksponentë të SPAK-ut, janë takuar me ndonjë ministër, por nuk janë takuar me Ramën. Nga ana tjetër ka pasur edhe një zhvillime të tilla ku Rama taku me Trump, kështu që mirë, në një moment të caktuar u krijua ideja që Rama ishte izoluar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me arrestimin e Maduros opozita ndërtoi fabulën se dhe Rama do të pësonte të njëjtin fat, gjë që Rama pastaj e përgënjeshtroi vetë me veprimin e tij nëpërmjet ftesës që mori dhe prezencës së tij në atë summitin në bordin e paqes. Në këto kushte, pastaj çështjet brendshme ka plot. Natyrisht dhe natyra duket sigurisht është kundërvon në rast, por le të themi që për mendimin tim, domethënë si një opozitar që jam në natyrën time, them që natyra nuk është kundërvon kot Ramës me këtë çështjet e rrëzimit të rrugëve, urrave, shembje dhe tjera e tjera. Është një marrëdhënie që njeriu e ndërton me natyrën dhe varet si e ndërton këtë marrëdhënie. Kam përshtypjen që kryeministri në këtë rast të paktën duhet jo thjesht ta mbyllte, duke thënë që janë probleme të rreshjeve, por kryeministri duhet të kishte vetë ai duhet të jetë shqetësuar dhe vetë ai duhet të ndërtonte ekipet kontrollit dhe të monitorimit se si janë zhvilluar këto punime. Nëse po, le të themi, natyra nuk të jep shenjat kot, jam dakord me ty. Plator, duhet... Vetëm një fjali çfarë pritet nesër. Në rast se bëra gjithë këtë përshkrim me qëllim që të deli atje se... Ke konkluzioni. Te konkluzioni, sepse duhet vendosur konteksti. Kemi kohë optumin, do ndryshojmë qeverinë. Tani, ju e thatë vetë në editorial dhe ju, këto editorialet që bëni nuk i bëni pa informacion, natyrisht. Jo, unë informacione kemi, po unë kam intuitën informacionin, po unë vendosë dhe logjika. Unë, nëse më pyet mua. Kemi qenë Pyetja është shumë e thjeshtë. A kjo qeveri që kemi sot, sa ndryshon nga qeveria para 11 majit? Kjo qeveri që kemi sot, për mendimin tim, ndryshon shumë pak, sepse kështu ishte edhe ndryshime, po nuk ndryshoi filozofia e atij që drejtojnë qeverinë, s'ka se si ndryshoi edhe qeveria. Ai fiton zgjedhjet, ky është një debat kodit. Pastaj flasim ai fiton zgjedhjet, po nuk mjafton. Shiko, ai fiton zgjedhjet, po nuk mjafton. Sepse ka dhe zgjedhjet e ardhshme. Ai objektivin, ai që fiton zgjedhjet nuk bëhet kryeminist. Ai objektivin e ka. Ai objektivin e ka. Si filozofi nuk ka ndryshuar, strukturalisht nuk ka qenë. Ai objektivin e ka të fuzë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe ka thënë pretendon në 2029. Pra, në momentin kur ti pretendon të marrësh dhe mandatin tjetër,
duhet që jesh me këmbë në tokë, si thua ti që ul qeveria me këmbë në tokë. I kemi bërë tire shpesher me së vërtetë. Do ta shohim nesër. Unë mendoj që ka vend për të korrigjuar shumë në qeveri dhe në qeverisje. Do të shohim se si do të reflektojnë nesër, sepse sfida e integrimit evropian është një sfidë e prekshme, konkrete, po dhe e arritshme, sepse vetë Bashkimi Evropian ka deklaruar e do Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në gjirin e vet. Ky është bazi i Ramës, ky është shansi i Ramës për të treguar. Populli ja ka dhënë 83 mandate, duhet ta ushtrojë. Duhet ta ushtrojë pushtetin politik, dakor. Janë tre element, Koli, që indikojnë ndryshime qeveritare. Elementi i parë është fakti që ka disa disbalancat brendshme brenda Partisë Socialiste sot. Do të thënë që shikohet, të paktën nga informacioni që unë kam edhe se si e kam parë edhe këtë mbledhje, pra mbledhja nuk do të jetë vetëm për çështjen e imunitetit, praktikisht ka dhe brenda Partisë Socialiste një lloj disbalancimi qoftë të influencave, të individëve që kanë pushtet dhe ndoshta për të vendosur balans brenda Partisë Socialiste dhe për të krijuar, si zoti Rama gjithmonë i ka bërë lëvizjet qeveritare për të shuajtur zëra apo për të ulur pakënaqësitë ndoshta edhe vetë brenda Partisë Socialiste. Unë mendoj elementi i parë është për të rikthyer balancën vetë brenda Partisë Socialiste dhe mos me e çuar në ndonjë gep të mundshëm që do të fuste ujë në anijen e madhe brenda PS-s. Elementi i parë. Elementi i dytë është çështja e ballafaqimit me ligjorin. Pra duke qenë se Partia Socialiste deri sot dhe qeveria ka patur një pretendim që legislativi po tenton të mbivendoset ekzekutivit dhe ka nxjerrë edhe pretendime për ndryshuar kodin e procedurës penale për këtë arsye, gjyqësori, GKO-ja, në rastin konkret. Duke qenë se është ngritur ky pretendim, atëherë këtu lind një nevojë për të vënë përballë përgjegjësisë ata individ që ndoshta kanë çështje të hapura me drejtësinë. Dhe në këtë pikë do jetë pak a shumë një lojë e lëvizjes së këtyre gurëve të shahut, nuk është se do ketë ndryshim filozofia apo strategjie të mënyrës se si do funksionojë qeveria vetvete, sepse në fund të ditës ata që drejtojnë PS-n ata janë. Dhe qeverin, po ata janë. Kështu që do jetë thjesht lëvizje e gurëve dhe ndoshta largim nga fusha e shahut atyre individëve që kanë çështje të hapura me legjislativin, pra me gjyqësorin. Dhe në elementi i tretë është presioni ndërkombëtar. Dhe patjetër që kjo duhet thënë që dhe deklarata e McAllister, po ashtu edhe pozicionimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është që t'i japim dorën e lirë drejtësisë, por nga ana tjetër dhe qeveria duhet jetë shumë e kujdesshme me vendimet, me veprimet që do të ndërmarrë dhe duket gati si nevojë që i lind sot qeverisë e Partisë Socialiste, mbas edhe kryeministit Rama në mënyrë të drejtë për të bërë disa lëvizje të lojës së shahut brenda PS-s. Pletor, në këtë qytetarë në një pikë unë jam jo skeptik, po jam dakord, duke praktikisht u njohur transformimin politik Shqipërisë pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, kur kryetarët e partive temi janë të pacënueshëm, ku ishte i pacënueshëm Basha, mendon Rama, dhe nuk mendoj që Rama shqetësohet shumë për balancat e brendshme në Partinë Socialiste. Ja. Ja. Besoj e dakord me mua. Ja, kjo pjesë. Unë nuk shikoj këto ke balancat e brendshme. Unë shikoj ke një kuadër më i gjerë përveç kësaj. Pse e them këtë gjë? Rama ka qenë i qartë që në fillim kur fitoi zgjedhjet dhe nëse mbani mend, edhe në asamblenë e parë që bëri lidhur pas fitores së 11 majit, ka thënë shprehjen që këto 83 mandate realisht janë një karike me gozhda ku do ulësh në ndonjërat e tua. Dhe ishte shumë i qartë që në fillim që pavarësisht një fitore kaq me gozhën shenjë se duket. Okej. Pavarësisht të rezultatit që ishte shumë i lartë për një parti e cile vjen për herë të katërt fiton pra mandatën e katërt, realisht problematika do të ishin të shtuar dhe në një farë mënyrë i ka paraprirë në sens. Sot për sot, realisht për mendimin tim janë dy problematika të cilat Rama është i kujdesshëm përsa i përket dhe që do të rregullojë marrëdhëniet e tij. Një është me opinionin publik shqiptar dhe së dyti me faktorin ndërkombëtar i cili realisht ka një turizmi goxha të madhe e cila padyshim që është e piketuar dhe targeton vetëm çështjet e marrëdhënieve me drejtsinë, sidomos me dy
institucionet qendrore, domethënë që janë edhe të menaxhuar apo të investuara për tyre, që është GKK-ja dhe SPAK-u. Këto janë elementet e parë. Por mendoj që ka të bëjë shumë sidomos me opinionin publik. Është opinioni publik i cili realisht sot mund të jetë ai i cili siç ka pasur një përqyeshmëri të madhe për institucionet e reja, kjo nuk ishte e ndarë nga ana tjetër me një qëndrim Partisë Socialiste e cila mbështeste reformën drejtësi, edhe nga ana tjetër i kishte hapur rrugën në çdo lloj hetimi. Në kuadrin e tanishëm, realisht kemi një tronditje apo edhe brenda vetë elektoratit të Partisë Socialiste që janë ende të paqartë lidhur me situacionin në cilin ndodhemi dhe qëndrimin cili do të mbajë kryeministri. Padyshim brenda Partisë Socialiste mund të ketë vibrime të ndryshme, por unë nuk e shikoj që Rama të jetë i shqetësuar lidhur me raportet aty brenda, mendoj se e dominon situatën e brendshme, nga ana tjetër nuk ka një kundërshtar në opozit i cili ta shqetësoj atë lidhur me mënyrën se si po luan. Kështu që janë dy element që janë shumë të rëndësishëm, që kanë të bëjnë me ardhmërinë e Partisë Socialiste dhe me vetë trajektoren në cilën ai po qeveris. Dhe ky është pikërisht opinioni publik dhe ndërkombëtarët. Këto dyja Rama është shumë i kujdesshëm. A lidhet kjo operator dhe me Okej, ne kemi një procedurë tashmë të nisur në zuar në parlament për temi rregullimin në 222 të kodit procedurës penale sa i përket paprekshmërisë imunitare të ministrave një lloj si të deputetëve, që nga socialistët është argumentuar si një vakum që nuk ka reflektuar ndryshimet kushtetuese të vitit 2012. Dhe që shumë specialistë fakt bien dakord për këtë. Por nga ana tjetër, Rama ka folur edhe për i mbështetur dhe nga raportet Këshillit të Evropës e tjerë prononcimi i Këshillit të Evropës, që kanë shprehur shqetësimin e tyre se parabuglimi i Shqipërisë është kthyer në një normë të papranueshme, duke mbushur rreth 65% të qelive me njerëz të paraburgosur. Dhe sigurisht bashkangjitur dhe me faktin që në seancën e ardhshme do diskutohet temi heqja e imunitetit si kërkesë e SPAK-ut dhe do votohen dy raportet PSD, cilat në komision të mandateve u duken që ishin të kundërta, pra socialistët janë kundër heqjes së imunitetit, demokratët janë pro. Temi ky takimi nesër edhe në këtë kuadër para përgatit idenë që unë do shkoj të martën, do mbroj në parim çështën, do ta mbroj në parim. Pra nuk do mbroj zëvendës kryeministre, po do mbroj parim, do mbroj çështën e imunitetit. Dhe në këtë moment vërteton ato që thoni ju që shqetësimi kryesor i Ramës është opinioni publik në radhë parë, që ai mos keq kuptoi mbështetjen e reformës drejtësi me ndërhyrjet e pritshme që pritën të bëjë socialistët, sigurisht nën vëzhgimin e kujdesshëm të Bashkimit Evropian. Sepse amerikanët duket nga reagimi sotëm që për çfarë reaguan, duken që e kanë vëmendjen diku tjetër, nuk e kanë vëmendjen tek këto gjëra. Që ka problematika lidhur me mënyrën se si operohet pra nga drejtësia, pra kemi pasur një politik të mënyrës se si do më ndër vite, pra mbi 10 vjet, pra kemi pas një forcim të kodit procedurës penale, të mënyrës se si do të operoj, dhe në këtë kuadër, një ndryshimi me njëhershëm, kur lidhet me një çështje të caktuar ditore, kjo padyshim nuk lë shenjë të mirë. Nuk lë shenjë të mirë. Dhe për të gjetur argumente, realisht mund gjenden argumente. Problemi është që a përputhet argumenti pikërisht me një situatë të caktuar që është politike, juridike, të marrëdhënie ndërkombëtare dhe në këtë kuadër patjetër duhet të jetë i kujdesshëm. Manjës varet se çfarë porosie do t'i lësh, se manjë do ta nxjerrë, domethënë objeksionet e caktuara si për një variant si për një variant tjetër. Ulsi Manja. Më kuptoj drejt. Pra, problemi është që nuk është faktorin Xhafa. Më mirë, nuk ka rëndësi. Unë e thash për ta përmbledhur këtë gjë, po nuk është patjetër, nuk është problemi për gjetë argumente, gjenden argumente sepse varet